Thjesht Irena Gjoka Maneku Shpata i duhet sistemit për të përdorur se ka dhe është çuditërisht, e keni thënë disa herë, thënë dhe rithënë, është e njëjta gjyqtare që heton Sali Berishën, Ilir Metën, Fatmir Mediun e të tjerë. Edhe një gjë dua që ta kufit e çmendurisë. Të çmendurisë, patjetër, e pam dhe çfarë ndodhi me 24 rrëzoi kërkesën e zotit Meta për zëvendësi mase dhe me 25 kolegu i vet Bledar Maksuti dhe kolegu tjetër Altin Dumani i bëjnë dhurat pushimin e çështjes. Ndërkohë ka shkelje të rënda të procedurës, sepse unë nuk jam njoftuar, është detyrim ligjor që unë të njoftohem për këtë vendim pushimi, dhe sot që po flasim, unë nuk e kam këtë vendim pushimi, se nuk është marrë sot edhe dje. Ndërkohë, ka rëndësi shumë të rëndësishme, ose thelpsore mund të them, rastet precedente. Ka pa fund, unë kam marrë vetëm një rast sot. Njëjta që janë përshtuar. Është Kreshnik Hajdari, madje ky person ka shumë më pak pozicion problematik në lidhje me sistemin, se ky është ka qenë një krye bashkiak i cili përveç se ka qenë administrator i një qyteti të caktuar, nuk ka pas në dorë atë çekiçin e drejtësisë. Prandaj dhe rasti këtij apo rasti Elvis Roshit, edhe Elvis Roshi kështu tha, nuk ka pas dieni. Po të gjithë, po më fal, ne kemi rastin e gjyqtarit Admir Thanza. Edhe gjyqtari Admir Thanza tha, unë nuk kam patur dieni. Çfarë është bërë me këta magjistrat? Këta janë shkarkuar dhe janë dënuar penalisht. Ja ku e kemi. Dritan Premshi thot, kërkon deklarimin fajtor për falsifikim në deklarim. Këto kemi kërkuar ne. Dhe ndryshe është vepruar me Kreshnik Hajdari, ndryshe gjyqtarja Elsa Ulliri ka pranuar kërkesën e Spakut, pra e ka shpallur fajtor. Tani, kemi dy momente që ti kërkon ligji, u pushua çështja. Atëre Bledar Maksuti dhe Altin Dumani kanë detyrimin ligjor të bëjnë kallëzim penal ndaj Adriana Kalas për kallëzim të rrem. Të ngrien, unë i sfidoj, të ngrien, të bëjnë kallëzim penal ndaj Adriana Kalas, të verifikojnë dhe figurën e Adriana Kalas nga viti 92 deri sot, po përpara kësaj i bëj thirrje Altin Dumanit të na tregoj se si i përfitoi pasurit në mënyrë të palishme nga kisha, ose të na japi adresën më të kemi dhe ne fat. Ka qenë besimtar. Besimtari jemi të gjithë, më fal. Besimtari jemi të gjithë, por nuk na fal njëri pronat paluajtshme. Jo, kam dhe një denoncim të fortun. Sepse sot e kësaj dite, në një nga pronat e Altin Dumanit, është një shoqëri, unë nuk kam kompleksin ta bëj publike, Victoria Invest, e cila është amnistuar disa herë nga Altin Dumani. Dhe nuk ka patur asnjëherë kurajun që të deklaronte konfliktin e interesit me këtë shoqëri të cilën e ka qeramarse. Atëre kush po i konsumon veprat penale? Grupi strukturuar kriminal i atashuar brenda Spakut dhe GKO-s, apo ne që denoncojmë këto krime, këto vepra korruptive dhe vepra shumë të rënda penale. Ndërkohë sapo informohem që është shortuar çështja. 2 minuta me lejen tuaj edhe të publikut. Jo, 20 sekonda. 2 minuta nuk kemi. 20 sekonda. Këtë çështje do ta gjykoj një kolege, nuk kam asnjë gjë personale me emrin, çështjen e pushimit, pra miratimin apo rrëzimin e kërkesës së Spakut. Unë do t'i kërkoj patjetër, përveç se do kërkoj dosjen, se jo më kot KLG-ja.